se do vinte një ditë kur po në të njëjtin bulevard, ku në atë kohë sharrash dhe çiftesh, protestuesit vriteshin si shpendët e lagunave, me plumba nga dritarët e kryeministrisë, do vërshonte një protestë masive, qytetare, për fatin e biodiversitetit të një lagune të vendit. Dhe Shqipëria, ku deri dje natyra dhe popullsia e specieve të saj ishte preja e pambrojtur e njeriu të lëshuar nga çdo zinxhir etik, moral dhe ligjor në raport me nënën natyrë, u bë vendi i një proteste popullore që mori si shkak një zog dhe një lagun. Jo vetëm kaq, po për ta mbrojtur zogun dhe lagunën nga unë dhe nga ju, që biodiversitetit i kemi kthyer për kushtimin e ekzekutivit dhe të legjislativit me rezultate as pak modeste. Mos mirënjohje, asnjë mënyrë jo. Edhe këtu Chelsin na jep ai që e kuptoj shumë herët dhe shumë më qartë se shumë tjerë, Tocqueville prap. Pakënaqësia nuk rritet thjesht në një realitet ku njerëzit e kanë humbur shpresën, por rritet mbi të gjitha aty ku shpresa është rritur më shpejt se realiteti. Pasqyra e bulevardit të Flamingove është ky. Ne e nxorëm Shqipërinë nga epoka e mungesave. Ne dhe askush tjetër. Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Një popull që nuk na vlerëson më sa do të donim ne për gjithçka kemi bërë deri këtu, po na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithçka që mbetet për të bërë. Një popull që bezdiset kur i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për të ngjitur deri këtu dhe që na tregon se sa lart do të jetë pa pritur kohën që duhet për të ngjitur. Me ne ose pa ne. Dhe ka drejt. Pik, ka drejt. Kush përpiqet ta zvogloj apo ta relativizoj për masën e kësaj drejte, që na e tregoi bulevardi Flamingove, do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje, sa më i madh dhe i fortë jesh përballë kësaj drejte, aq më rrezik je. Nëse nuk e kupton se kjo e drejt është më e madhe dhe më e fortë se sa ti, qofsh dhe vetë Partia Socialiste, apo u quajtsh edhe Edi Rama po deshe.